Një lajm surprizë ka filluar të qarkullojë me shpejtësi në rrjetet sociale gjatë orëve të fundit, duke zgjuar kurreshtje dhe diskutime të shumta mes ndjekësve të reality show-t më të ndjekur në vend. Bëhet fjalë për edicionin e ri të Big Brother VIP Albania 5, i cili pritet të nisë më 20 dhjetor dhe që me sa duket po përgatit disa lëvizje të pazakonta për publikun. Sipas burimeve të ndryshme që ka nisur të aludojnë në platforma të ndryshme online, këngëtari Youth Marku mund të jetë një nga opinionistët zyrtar të këtij sezoni. Ky informacion nuk është konfirmuar nga produksioni, por thashetemet janë mjaft të forta dhe kanë ndezur menjëherë debatet për mënyrën se si pritet të ndryshojnë dinamikat e programit nëse ky emër bëhet realitet. Megjithse Jozi nuk ka eksperiencë të mëparshme në drejtim apo komentimin e spektakleve televizive, ai ka një avantazh të rëndësishëm e një formati nga brenda, si ish banori edicionit të 4 të Big Brother VIP. Edhe në atë sezon, ai u shndërruan në një nga personazhet më të diskutuar, duke lënë pas momente që u rikthyen shpesh në rrjet. Përveç performancave të tij muzikore, publiku e kujton mirë dhe incidentin e bujshëm gjatë daljes së tij, kur pas një provokimi të gera, ai goditi me shkurt gjestin i cili më vonë u shpall fituesi i edicionit. Pikërisht, kjo natyrë spontane dhe drejt për drejt e Jozit ka bërë që shumë ndjekës të mendojnë se si mund të shfaqet ai në rolin e opinionistit, një pozicion që kërkon jo vetëm analizë të situatave, por edhe përballje me konkurrentët dhe publikun. Nëse ky lajm do të konfirmohet, rikthimi i tij në ekran pritet të jetë një nga zhvillimet më interesante të sezonit të ri. Deri atëherë, publiku mbetet në pritje të njoftimeve zyrtare dhe të zbulimit të plotë të surprizave të Big Brother VIP Albania 5 që do të sjellë këtë vit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.